Shqipërisë të ndryshuar. Pika 9, projekt ligji për disa ndryshime në ligjin nr. 27/2018 për trashëgiminë kulturore dhe muzet. Pika 10, projekt vendimi për miratimin e strukturës organike dhe klasifikimit të pagave të personelit me kohë jo të plot pune, që rekrutohet për përpunimin e materialeve zgjedhore të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pika 11, projekt vendimi për disa shtesa në vendimin nr. 65/2025 për caktimin e anëtarëve zëvendësues në përbërjen e komisionet të përreshme të kuvendit i ndryshuar. Pika 12, diskutime për çështje jashtë rendit ditës. Filloj me çështje sipas rendit ditës, miratimi i procedurbaleve të seancave plenare të datave 27 i pari 2026 dhe 3 i dyti 2026. Procedurbalet i keni marrë në rrugë elektronike. Ka ndonjë vërejtje për procedurbalin? Nëse s'ka vërejtje, procedurbalet miratohen. Kalojmë tek njoftimet. Ju njoftoj se në kuvend gjatë kësaj jave janë depozituar 3 akte nga Këshilli i Ministrave, 3 nisma deputeti, 1 interpelancë dhe 1 seancë pyetje përgjigje me ministrat. Titujt e çështjeve të depozituara i gjeni në sistemin këtu në sallë, ndërsa materialet e depozituara i gjeni në sistemin e-Parlament dhe në faqen zyrtare të kuvendit në internet. Ju njoftoj se deputetja Zamira Sinaj dhe Hysen Buzali, në bazë të nderit 71 të rregullores kuvendit, kanë tërhequr nismat e tyre depozituara në kuvend, konkretisht projekt ligjin për rregullat e etikës në administratën publike të ndryshuar, nismë deputetes zonjë Zamira Sinaj, dhe projekt ligji për disa shtesa ndryshime në ligjin nr. 74/2014 për armët, nismë deputetit zotit Hysen Buzali. Ju njoftoj se me shkresat numër 595, datë 10/2/2026 dhe numër 515, datë 5/2/2026, të kryetarit grupit parlamentar të Partisë Socialiste, deputeti Adi Qosja, bëhet antari grupit Miqësisë Shqipëri-Japoni dhe deputeti Erion Malaj bëhet antari grupit Miqësisë Shqipëri-Gjermani. Ju njoftoj se në kuvend është depozituar kërkesa me numër protokolli 614, datë 11/2/2026 të kryetarit grupit parlamentar të Partisë Socialiste për ndryshimin e rendit ditës të seancës së sotme plenare, datë 12/2/2026, ku kërkohet heqja nga rendi ditës projekt ligjit për shërbimin e jashtëm të Republikës Shqipërisë. Në bazë të nenit 49.3 rregullores, propozuesi diskuton jo më shumë se 3 minuta dhe kanë të drejtë të diskutojnë një folës pro dhe një folës kundër, jo më shumë se 2 minuta secili. Merita, kjo është për tregjen e ligjit. Do dikush fjalën pro? Jo. Fjalën kundër? Jo. Hedhim në votim të hapur me kartona propozimet për një ndryshim të rendit ditës. Kush është pro ndryshimit të rendit ditës propozuar nga kryetari i grupit Partisë Socialiste zoti Balla? Kundër? 3 kundër, 4, 5 kundër, 6 kundër, abstenim, 1 abstenim, 71 pro, atëre kërkesa miratohet, vijojmë me rendin e ditës, interpelancë me Ministrin e Arsimit, zonjë Mirela Kumbar. Po, zoti Shehaj për procedurë, ndjes. Faleminderit, zoti kryetar. Tani, ju kemi dërguar një kërkesë, zoti kryetar, në lidhje me dosjen e Belinda Ballukut. Keni mbi një muaj që keni marrë nga SPAK-u një dosje që i është drejtuar, ju është dënë që ju ta përcillni te deputetët e Kuvendit të Shqipërisë, sepse ne duhet të votojmë në lidhje me heqjen e imunitetit. Ju këtë dosje e keni kyçur në kasafort, e keni shpërndar me një grup deputetësh, të cilët rastësisht i bie, nuk kanë thënë asnjë fjalë në lidhje me këtë dosje. Praktikisht, ajo dosje në këtë parlament zëre se nuk ekziston. E keni zhdukur, e keni ndarë me njëri tjetrin dhe po mbroni një të akuzuar sepse ka abuzuar me fondet e shtetit shqiptar. Tani, zoti kryetar, kjo nuk është vetëm një shkelje e rregullores dhe të kushtetutës. Ju po mbroni korrupsionin me postin tuaj. Me këto veprime, zoti kryetar, po mbroni të korruptuarit. Dhe kjo është e papranueshme.
kërkojmë që sa më shpejt të na vihet në dispozicion dosja, sepse na takon, jo sepse na bëni ndonjë nder. Përndryshe, zoti kryetar, do I drejtojmë gjykatës kushtetuese dhe turpi do mbetet mbi ju, sepse jeni I vetmi kryetar I Kuvendit të Shqipërisë I cili ka fshehur një dosje komprometuese të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Është detyra juaj të bëni transparencë. Duhet të nxirrni dosjen, duhet që qytetarët shqiptar të dinë si ka vjedhur Belinda Balluku, me kë ka vjedhur Belinda Balluku, cilat janë përgjegjësitë e kësaj qeverie, e kryeministrit, e maggjorancës, po edhe opozitës nëse ka, në lidhje me abuzimet skandaloze prej të paktën 1 miliard euro të Belinda Ballukut. Mjaft mbrojtët të korruptuarit, zoti kryetar. Faleminderit. Shumë faleminderit, zoti Shejaj, për saktësim edhe të deputetëve të tjerë. Zoti Boçi, ta merrni fjalën, vetëm ta mbaroj, të lutem. Por edhe të opinionit publik, meqense u thanë disa të pavërteta, po e thënë këtu në sallën e parlamentit, natyrisht që kanë peshë të madhe, nuk është e vërtet që janë kyçur materialet dhe provat, e kundërta është e vërtet, e ka tërhequr sipas rregullit dhe ligjit kundrejt deklaratës për ruajtjen e sekretetit hetimor të paraqitur nga prokuroria e posaçme, të gjithë deputetët që kanë kërkuar antar të Këshillit të Mandateve. Në fjalën tuaj haruat këtë tokë fjalësh, Këshilli për Mandatet Rregullore dhe Imunitetet, sepse është ky këshill që shqyrton materialet dhe I paraqet raportin apo raportet nëse ka mendime ndryshme seancës. Dhe padyshim Këshilli përmes raportit, të lutem. Unë nuk ju ndërpreva, do ta shpjegoj. Raporti ka pikërisht këtë qëllim. Pra raporti do të vijë në seancë, ju lutem mos më ndërprisni. Raporti I Këshillit të Mandateve është I detyruar të ketë, pra rregulloria na detyron që në raport të përfshihen të gjitha opinionet e palëve apo deputetëve. Mund të ketë 2 opinione, mos bërtisni kot se nuk ju jep të drejtë tonaliteti. Më dëgjoj deri në fund, dëgjoj argumentin. Nuk po flas fare për ju. Do votoj pasi të dëgjoj raportin e përgatitur nga deputetët antar të Këshillit të Mandateve Rregullores dhe Imuniteteve. Pra, ju thatë që materialet janë kyçur, unë do ta shtoj akoma më tepër dhe do ta rikujtoj edhe një herë që të gjithë deputetët që kanë tërhequr materialet duhet të mos I nxjerrin ato, jo t'i nxjerrin. Pra të mos I bëjnë publike, sepse bëhet fjalë për një sekret hetimor firmosur dhe deklarata përkatëse. Pra nuk është çështje zgjedhjeje e një kryetarit të Kuvendit, kjo është një çështje detyrimi ligjor, ka një urdhër të prokurorit të çështjes për të mos publikuar materialet. Kaq, dhe unë jam thjesht në zbatim të atij urdhri të ligjit dhe të kushtetutës. Ndërsa ju keni drejtën tuaj, konsumoni politik, bëni retorik politike, rrisni klikimet tuaja, po kjo nuk më intereson fare. Shumë faleminderit. Zoti Boçi?